Passo Mondial në Top Albania Radio. Botrori i yjeve, Messi, Mbappé, Haaland, Harry Kane sot në mbrëmje. Do shohim çfarë do bëj Ronaldo. Përshëndetje të gjithëve. Alket Gjebrea, Lorenzo Emini, Livia Blunga. Përshëndetje. Rikthehemi në Passo Mondial sot për të diskutuar një tjetër ditë futbolli shumë e rëndësishme në botror. Ka fituar Franca dje në një ndeshje 4 orë edhe për shkak të ndalesës për kohën e keqe, ka shnuar 2 gola Mbappé, ka shnuar 2 gola Haaland. Sot pritet çfarë do të bëj Cristiano Ronaldo në ndeshjen me Uzbekistanin në orën 7, pastaj në mbrëmje do të jetë Anglia që do të luajë përballë Ganës, kështu që ka ngjarje plot për diskutuar, por do duhet ndaleshim pak si fillim te këta yjet që po na zbukurojnë botrorin, sepse 2 gola Messi dje theu rekordin e Miroslav Klosës me 18 gola. 2 gola bëri Mbappé, që me shumë mundësi mund ta thyej rekordin ose të paktën do luftojë deri në fund. Ju i përmendët të gjithë, por brenda këtij botrori. E shoh Mbappé në nivel tjetër sot. Duhet veçuar Lionel Messi mbi të gjithë, sepse ta shikojmë nga këndvështrimi të pak nga e ka punë pas moshës 35 vjeç, që ka shnuar 12 gola. Nuk kishte shnuar vetëm 6 deri në Katar. Ky njeri shnoi 2 gola pikërisht në ditën e 40 vjetorit të Mano de Dios. Ishte dita e famshme e Diegos, ku shnuar goli më i bukur i gjitha kohërave. Mbi të gjitha është edhe goleshnuesi më i mirë me 5 gola. Unë kam lexuar një shkrim të Sergio Levinskit, konsiderohet si njeriu që është më pranë dhe që është më realist. Dhe i ka treguar gjërat pikërisht me detaje. Tregon sekretet Messit. Leo ka punuar fort në këto 6 muaj dhe është dedikuar në mënyrë vërtet të jashtëzakonshme vetëm botërorit. Ndoshta tani duhet ta pranojmë që ka bërë një zgjedhje më të zgjuar se sa Cristiano, duke shkuar në një kampionat më të dobët. Sepse Major League Soccer nuk është gjë e çlodhur, po. Nuk është ti mendon që forma që ata po paraqisin në botror ka të bëjë me kampionatin që kanë zgjedhur më përpara? Po, do të thënë nga kampionati në cilin vin. Cristiano ka një presion të jashtëzakonshëm sepse nuk e ka fituar botërorin, ndërsa Leo e ka hequr këtë breng, le të themi, që para 4 vjetësh. Messi duket shumë i çliruar, duket shumë fit, duket si një pjesë e puzzle-it, po të themi pjesë e rëndomte. Është pjesa më e rëndësishme. Le të gjithë thuajmë për të. Alketa, ashtu si e shoh unë paktën mendoj që ka të bëjë shumë mënyra se si janë formuar 2 ekipet kombëtare. Njërin krah Argentina dhe në krahun tjetër skuadra portugeze. Po ta shohësh që nuk ka krahasim mes të dyve. Jo, po ta shohësh Argentinën, ajo është një skuadër që është rehat me gjendjen e Messit. Pra ata janë lojtarë gjithë të stabilizuar, nuk kanë asnjë ego që të dalin mbi Messin. Unë shenjën e shoh te goli i parë që shnoi Messi dje. Po ta shohësh gjithë aksionin, se si është pozicioni i Almadës, ku mund ta godiste topin vet, ktheu kokën, e pa që do vinte ai. Ke parë golin e parë. Hapi këmbët. Akoma më domethënë se rasti golit të dytë, Julian Alvarez. Hapi këmbët dhe ja la golin se e di shumë ish do vijë aty dhe ai aty do e shnoi. Pra ata duan që për mua rasti golit të dytë. Ata thonë, moto e tyre është ndihmoj Messin, ndihmojmë veten. Pra, kurse te Portugalia kjo gjë nuk ndodh. Jo më kote përmend. Ata s'kan dhe si ta ndihmojnë, e kupton? Nuk e ndihmojnë. Ta them historinë si e mendoj unë, domethënë, pse është kaq i relaksuar, kaq i qetë. Përveç kësaj pjesës dietës hekurt, edhe regjimit vërtet, sepse shkon bie herët për të fjetur, domethënë është jashtëzakonshme, domethënë kjo pjesë çfarë ka bërë për veten këto 6 muaj. Dhe ka pasur një hall të madh atë të babait, dje ka marrë lajme të paktën të mira për herë të parë pas shumë kohë, sepse vuan nga një smundje e rëndë. Dhe nuk është e thjeshtë për të luajtur me ato çfarë ka arritur ky në jetë. Por thash, duke ditur, duke zgjedhur atëherë kur duhet luaj me intensitet apo jo në Major League Soccer, ka bërë zgjedhjet e tij dhe kanë dalë për mirë. Tani të ta them, para 10 vjetësh ne kemi qenë që të gjithë vetëdijshëm për rrezikun. Edhe imagjinoni se shumë do të humbte futbolli nëse Leo do të varte këpucët ngushtë me Argentinën, sepse pa të thënë, humbi penalltin me Kilin. Dhe atëherë u betua që nuk do të kthehej më, plot mlef, që nuk do të luante më për Argentinën, kur nuk do të kthehej më. Kishte humbur 4 finale në atë kohë. Edhe në 2018 luajti, u kthye, pranoi të kthehej, por nuk i eci me San Paulin, edhe Argentina ishte në kaos. Por Leo pas 2018-s ka ndryshuar edhe vetë mënyrën e të luajturit. Tani e ka kuptuar dhe ndoshta edhe nga domosdoshmëria, sepse duhej ta fitonte patjetër, sepse ishte gjithmonë ai dualizmi brenda për brenda Argentinës, jo më pastaj me të tjerë, me të mëdhejt, për ta fituar të paktën një botror që të matej ose të arrihej aty të paktën te Diego. Tani e ka fituar Glend. E ka hequr këtë lloj brenge që ka pas. Dhe tani luan i qetë. Po ta shikosh, është legjend jo vetëm për
gjithë tifozët apo popullin e Argjentinës. Ai është idhull për gjithë futbollistët, bën cop për ta dhënë. Ka për përshtypje. Kjo është ajo që ka për përshtypje goli i parë. Këtë gjendje. Goli i dytë. Dgjoj, është akoma më domethënë sepse goli i dytë, dakord, Julian Alvarez erdhi nga Astori, Julian Alvarez e ka humbur statusin dhe unë mendoj që Argentina luan më lirshëm me Julian Alvarez krijon më shumë, por Lautaro është ai që sakrifikon më shumë sepse duke pas Messi një më pak. E preku dhe skaloni mbas ndeshjes çështjen e transformimit. Shiko, o Alket, e di çfarë mendoj unë, një ndryshim shumë të madh ndërmjet Cristianos dhe Messit. Duan të shikoj 2-3 gjëra që e para kjo që thatë ju që është shumë i lirshëm. Do të thënë ai s'ka asnjë lloj presioni sepse i ka fituar gjitha. E dyta, është miq lodhur. E treta, brenda ekipit ky është më i dashur me lojtarët se sa te Portugalia Ronaldo. U thash vetëm njërën pjesë, sepse po të kthejmë kam shumë argumente për krahun tjetër. Ne kemi Manushi dje ka ngritur një diskutim shumë interesant që mua më pëlqeu shumë, që thotë, "Ore, mos ndoshta te Argentina në momentin që do filloj të çedoj Messi, do fillojnë këto domethënë nga poshtë. Jo, e di pse, sepse këta e kanë pranuar si lojtarin më të madh, lojtarin më të mirë, është legjendë jo vetëm për popullin, por është zot për këta këtu. Është Mesia, është zot dhe shokët e skuadrës janë rëndë. Ndërsa te Portugalia do ta shpjegoj pse te Portugalia, gjë e parë, duhet i vëmë fre, do të paktën krejt e federatës që të mos dalin individ caktuar futbollist për të folur pas ndeshjes. Sepse ka folur Sergio Conceição, është një nga tre vëllezërit, djali i trajnerit mirënjohur, tha unë nuk kam asnjë lloj detyrimi për të dhënë topin Cristianos, unë jap topin atij që gjendet në pozicion më të mirë. Këtë kemi qartë që gjithë, por mos e thuaj. Se nuk është gjë e mirë. Askush nuk do guxon të ta thoshte këtë për Messin. Tjetra. Del Neves dhe Joao Neves thotë ne jemi që gjithë njësoj, ne duhet të luajmë si grup. A guxon po të ishe lojtari i Argentinës ta thuash. Ndërsa tjetri është pikërisht futbollisti tjetër, Pedro Neves. Ne duhet të mbulojmë që gjithë të sakrifikojmë në fazë, nuk ka këtu lojtar që ti nuk mund ta thuash këtë. Po mos është më potent Messi te Argentina? Jo, të ta shpjegoj pse. Cristiano ka 10 ndeshje që nuk shnon. Në ndeshjen e fundit miqësore shpërdori 2 raste në pjesën e parë. Ktu pati një rast të gjysmë. Do ai nuk po ecën pse se ai po e vuan jashtëzakonisht këtë. Ai nuk arrin dot më Messin. Ai mund të kalojë vetëm me Eusebion sot, sepse Eusebio është goleshtuesi më i mirë në botror, ka 9 gola, ndërsa Cristiano është akoma te 8. Messi ka 18 gola në 28 ndeshje. Kaloi krahasimin e kisha mos është më potent Messi në Jo, për mua nuk është thjesht performanca individuale. Lojtar, trajner, Messi. Po mirë, pra influenca e tij është më e madhe. Shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme kjo që përmendi. Pse? Sepse përpara 4 vjetësh Fernando Santos përpara botrorit ishte duke u hequr. Dhe Cristiano i tha presidentit, jo, ky është trajneri. Por çfarë bëri Fernando Santos? Fernando Santos e hoqi. U fut Gonzalo Ramos, shnoi 3 gola dhe në fakt kur ka ardhur ndeshja me Marokun që e psuan, luajti me ultra ofensiv, Joao Felix, luajti me këtë Gonzalo Ramosin, Pedro Neto. Pastaj luajti me dyshen poshtë që ishte Bernardo Silva, po ta shikoj si emra Ruben Neves që është lojtar prap, luan para mbrojtjes por me tipare, edhe i ndihmon shumë skuadrën. Dhe po më mungon njëri nga mesuesor dhe Bruno Fernandes. Bruno Fernandes është lojtari më egoist. Bruno Fernandes ka dalë në intervistë, unë jam njeriu që kam shpërndar më shumë asës, po mos e thuaj, se s'ka thënë as Kevin De Bruyne. Nuk e ka thënë as Thierry Henry. Ky mos flasë, ai mos flasë, asnjëri. Po nuk ka sulmues tjetër më të mirë gjend. Nuk është një sulmues më të mirë. M'fal, kur e ke parë Joao Neves dhe Vitinjen që të mos pasojnë të luaj vertikal. Me Parisin Luis Enrique do të kishte nxjerrë tribun. Nuk kanë futur 25 prekje të topit ka bërë. 25 prekje të topit. Cristiano gjithsej 25. Rreziku më i madh i Messit nuk është Ronaldo. Nuk e konsideron ai fare Ronaldo as Portugali. Jo, kjo është betejë e humbur Cristiano. Nuk Lionel Messi, Kylian Mbappé. Pse ai do ta kalojë, ndoshta mund ta kalojë që këtë botëror, kjo është situatë që ka Messi në kombëtaren e tij, pra mënyra se si ata e shohin Messin, si është Messi për Argentinën, ashtu është Mbappéja për Francën. Ja, se besoj. Sot prit një sekond, mbaroj të diçka tjetër. Por në ndryshim nga Argentina, Mbappé ka një super skuadër krahasim me Messi, me Argentinën. Shiko, Argentina është skuadër. Është mbledhur, por ajo ka hyet mbrapa. Unë shoh një Mbappé që është një lider i padiskutueshëm këtë vit te Franca. Nuk është më ai Mbappéja 18 vjeç që luante në botrorin e Rusisë. Ndihmoi Dembele. Nuk është më Mbappéja që ishte në hijen e Benzema, Giroud,
Griezmann që ishin hyjet e kombëtares në botorin e kaluar, sot ai është ylli i parë, i drejton të gjithë, e ndjekin të gjithë. Sot Mbappé është rreziku kryesor i Lionel Messi, se ka një super armat të blinduar mbrapa me Dembele, Barcola, Olise, Doué, pa që bëjnë ata janë të jashtëzakonshëm, një mesfush frikshme, mbrojtja është edhe tash, në krahasim me Argjentinën, Franca është shumë më lart për ta mbështetur Mbappén. Është një shprehje me që e ka po ta shikoj ata i pasojnë. Në momentin që i del topi dhe goli i dytë, pasoi ai bëj golin tjetër, mund ta bënte edhe vetë. Shnoi dysh përdoroi pastaj sepse mund të ishte Mbappé brava tha, falenderoj tha Dembele që bëri golin, shoqë që u zhbllokua, domethënë edhe ai dore atin e gjithë lojtarëve që ka afër që të eci puna vet. Dhe ai është sot rreziku kryesor i Lionel Messit dhe unë mendoj që nëse Franca vazhdon pak përpara, ndërfinale kalon që këtë vit. Po. Tani ka një diçka një shprehje që dhe me këtë botror siç ka bërë FIFA këtë vit, e ke të sigurt që nuk do ketë më lojtar me 16 gola do shkojnë nga 20 nga 25 gola. Dim gjithë John McEnroe i madhi ka thënë Father Time is undefeated. Dhe është nuk kthehet kjo. Kjo është shprehje e pavdekshme. Pra, me moshën nuk ka do. Ai ka thënë për Federerin, u kput Federeri dhe ndodhi edhe me Djokovicin. Tani edhe Leo këtë e ka botorin e fundit. Nëse nuk do ndodhë botor, është sigurt pse, sepse mesatare gole është e frikshme, 16 gola në 16 ndeshje. Leo e ka 18 gola në 28 ndeshje, ndërsa Klose ka 16 në 26. Dhe fati i keq i gjithë tyre historive është ai Haaland, që nuk ka një kombëtar të fortë për ta mbështetur mbrapa, se po kishte edhe ai një kombëtar. Norvegjia ka skuadër. Ore mund ta ketë fortë. Duket se Livia ka simpati për Norvegjin. Çfarë do ndodhë pas 4 vitesh? Po pse Livia mund të shkojë? Kam shumë simpati. Mbeta pak i befasuar. Ja bitu nga zgjedhja megjithëse. Jo, e keni dëgjuar deklaratën që ka dhënë Haaland pas ndeshjes, sepse e kanë pyetur dhe për ndeshjen që do zhvillohet mes Norvegjisë dhe Francës, dhe i ka thënë që nuk shqetësohen fare sepse me siguri do fitojnë kundra nesh, madje unë mendoj që Franca mund të fitoj botrorin. Do të ai shijon momentin, shijon golat që ka bërë, kualifikimin e Norvegjese, nuk ka kështu kufizime në mendime dhe në të shprehur. Ai thotë ç'a mendon, nuk do të di fare se ç'a po mendon ky. Shumë të lirë në fakt, e vërtetë. Super të lirë. Ka portugez që thotë ç'a thotë ai lojtari për Ronaldo dhe nis dhe sulet gjithë. Jo, dueli do jeti bukur, dueli direkt Franca me Norvegjin, sepse nuk kanë vetëm këta të dy klent me gjithë. Mos ta harrojmë Uraganin, sepse po ta thuash shpejt, Harry Kane dhe Uragan. Për mua është Uragan, është një ndër sulmuesit më të mirë në planet sot për sot. Pra, është Harry Kane edhe Haaland, por Haaland është shumë i varur nga ecuria që do të ketë skuadra. Harry Kane mund, nga ato që kanë parë, nuk e mendoj, sepse Anglinë e fus në kallëp me Holandën, me Portugalinë. Janë futbollistë më lart, mendoj. Shiko, të ta them nga eksperjenca e dërtanishme, çfarë kanë parë, sepse anglezët janë gjithmonë aty, janë si min me sahat. Do të gabojnë të ndeshjet e rëndësishme. Anglia, Holanda, Portugalia për mua kategorizohen në një vend, sepse janë skuadra që mund ta bëjnë atë kapërcimin cilësor. Portugalia u kput para 4 vjetësh nga Maroku. Pse? Sepse u bën ato gabime nga Fernando Santos, dhe atëherë kur donte të korrigjonte për larë edhe veten, futi Cristiano, futi dhe Leao, atëherë skuadra më pavarësisht se mbajti 80% topin, nuk e ktheu dot me rezultatin. Pra gjithmonë del një gabim. Pse nuk e mendoj Spanjën? Sepse Spanja ka futbollin, por është ngadalt. Po nuk ndezën Nico Williams. Këtu gabon ti. Po nuk ndezën Nico Williams. Dhe ja po them që gabon, po them këtu mendimi jot me një rrugë tjetër nga mendimi. Edhe Gjermania, jo, nuk dua të devijoj nga biseda. Edhe Gjermania është një ndër kombet më të rëndësishme, 83 milionë. E ka kaluar Turqia, po Turqia është në pjesën azjatike. Spanja ti do ta shohësh. Turqia ka vetëm Stambollin, edhe Rusia. Spanja ka një armë tjetër. Më fal, që nuk e ka asnjë nga këto kombëtarët. Po si mund luaj Gjermania me Falso Nuevo? Si mund luaj Falso Nuevo? Si mund luaj Spanja me Oyarzabal? Më fal. Spanja luan vetëm me Oyarzabal. Ai është lojtar më i mirë, ku ka sulmuesi? Po ka qenë sulmues, ai ka qenë lojtar që luante bravo se krah. Kjo mbajtja e sistemi që ata kanë, kjo mbajtja e topit ka dëmtuar Uruguayn, ka dëmtuar Ekuadorin. Shkoj janë dy skuadrat më zgënjyse, këto janë Zvicër, Katar. Nuk i gjuan dot në botë, nuk i bën asnjë goditje. Nuk e ke testuar Spanjën, akoma nuk e ke parë testuar Spanjën. Kanë 30 neshe nuk mundet. O Glend, çfarë bëra re unë këtë botror. Deri tani që janë bërë gati 44 ndeshje më. Që janë disa ekipe, po të renditu edhe Uruguayn që ta alketi. Po. Spanjën diskutohet sepse ajo ka shpikur këtë lloj futbolli. Turqia është shembulli më ekzemplar, më qartë. Ekip që ore mban topin Portugalia. Portugalisë mund t'ia lësh topin gjithë ditën, po asnjë lloj rreziku. Ama mos harroj diçka, ekipet që mbajnë topin. Ore pse ndryshoi Spanja? Jo. Kur e thash, nuk thash që mban topin dhe nuk bën asgjë. Po që nga ata mbajnë topin dhe sta japin. Po një pije prek shumë pak
Dhe e dyta kanë një sulm pastaj që është Shiko, Pep Guardiola, që 18 vjeçari dhe ditë mirë. Trajner të mirë ata që janë të lexoi papërballuar. Spanjën, po e lexove mirë Spanjën që të dish ta bllokosh, mbaroj. Unë të sot zbuloj Spanjën e dyshoj vetëm ndoshta me një Francë që është shpejt dhe ka këndë shumë mirë. Një diçka që është thelbësore, thelbësore tek mbajtja e topit. Përgjithsisht e mbajnë ato skuadra që kanë probleme në fazën mbrojtëse ose që i druen fazës kur humbasin topin. Por e kam pyetur Pep Guardiolin kush është frika jote më e madhe, momenti kur humbasim topin, dhe kur nuk e kemi ne në zotërim. Po, se s'ka. Pra kjo e bën vulnerabël Spanjën në fazën e knokautit. Kush markon te Spanja? Më vjen kështu që e konsideroni si të vogël, Jo, se mutoheni nga gola. Prit se do vinë ata. Do të jetë momenti do ta japi Lamini goditjen e vet. Kush markon te Spanja? Është shumë e thjeshtë. Sa botorë janë zhvilluar jashtë Europës? Janë zhvilluar 11, gjys për gjys. Vetëm Spanja ka fituar. Gjys për gjys. Në Amerikat janë zhvilluar 8. E ka fituar vetëm Gjermania, që fitoi në Brazil, po, që janë zhvilluar në Amerikë Veriut dhe Amerikë Jugut, e ka fituar vetëm Gjermania, është rasti vetëm. Shtojmë vetë 3 botorë. Botorin nipo-koreane fitoi Brazili. Botorin e Katarit e fitoi Argentina dhe vetëm Spanja ka dalë mban, por ishte në Afrikë të Jugut. Edhe aty temperatura, pra temperaturat e larta do të çrojnë faktor. Skuadrat afrikane arritur jashtëzakonisht shumë. Mund të heqin skuadrat më të mira të Europës. Nuk e diskutoj fare. Janë rritur, por nuk besoj që do dalin, do ta ngrej kokën mbi yjet. Jo, gjë e rëndësishme, më fal se kam për zemër ta them këtë. Ka një diçka, futbolli ka evoluar dhe gjë që e them me kënaqësi të madhe. Shikojeni skuadrat afrikane, janë më disiplinuara. Jo se luajnë, se kanë luajtur historikisht në Europë, por edhe trajnerët që kanë janë aty me këmbë tokë, janë brenda, janë pjesë, vetëm 2 trajnerë të huaj janë. Që gjithë janë trajner vendas. Vetëm Afrika e Jugut ka Ugo Brosin edhe Vladimir Petković Algjeri. Që gjithë janë trajner vendas. Edhe skuadrat janë më të një ekip tjetër me atë kondicion dhe me ata lojtarë që ka Breku i Fildisht, Gjermanisë duhet i kishte bërë 3 gola. Po pra është naiviteti. Po janë naiv, ata janë super talent, por janë naiv. Kam frikë se u dëmtua dhe lojtar shumë i rëndësishëm Diomande. Do t'i jepni pak fjalën Livia se ka një informacion shumë të rëndësishëm se sot na vjen një bashkëpunëtor i ri. I ri, pastaj, domethënë Spar dhe Intespar kanë nisur një fushat shumë interesante, kështu që më dëgjoni me vëmendje. Kanë mbetur dhe vetëm pak ditë. Me mbledhje 1000 lekë dhe një produkt nga markat partnere në Spar Intespar, ju hyni në një short për të fituar një nga 5 makinat Kia Stonic LX Urban 2024 ose një nga 50 kuponet e blerjeve me vlerë 500 euro. Nxitoni. Fushata përfundon me datë 28 qershor, kështu që ju vizitoni Spar Intespar dhe bëheni pjesë e fituesve të mëdhenj. Spar, pranë familjes çdo ditë. Bravo Livia. Falenderojmë Spar që do jetë bashkë me ne në këtë botror. Lorenzo, do doja pak diskutoj me ty në këto pak minuta që na mbeten pjesën e parë rreth këtij rregulli që ndërpresin ndeshjen 2 orë dje. Franca futet dhomat e zhveshjes kur e pyetën Deschampin mbrapa tha, "Ç'a bë 2 orë?" Tha, "Luajtë me letra, s'kisha bërë tjetër." Tani ne tham dje këtu. Imagjinoni pak 2 orë dhe rregulli që nga dhe i tillë, për shembull, bie vetëtima, pezullohet ndeshja. Gjysmore duhet presim. Qofse në këto gjysmore nuk bie, ndeshja rifillon. Nëse bie në minutën e 28, prap gjysore tjetër. Jo gjysmë, shkonte double koha. Por gjysmore tjetër prap. Pra shkonte double se bëhet një orë. Ka një pajisje, një timer që hyn aktivizohet më herë. Domethënë dje është pritur, ndeshja ka zgjatur 3 orë 52 minuta. 10 patëm 6 ndeshje. Nuk u thye rekordi. Nuk u thye rekordi i Chelsea, rekordi i Chelsea ishte 4 orë 39 minuta, po. Rekordi i Chelsea Benfica. Tani Amerika i ka këto rregulla dhe normalisht do i zbatonte edhe në Kupën e Botës, ëh. Dhe ajo ishte në gjithë sportet. Dhe janë shumë strikte këto zbatimet. Dhe ne e tham edhe te pasoja dje, këtu që në qoftë se ndodh se priteshin vetë dhe ashtu ndodh. Ka fatalitete Lorenz në shumë sporte. Ata kanë një rregull në 8 milje, në qoftë se bie një vetëtim në 8 milje apo diku 13 km. 14 i bie. Ata e ndërpresin dhe prap ata nuk e bëjnë me ndeshjen, domethënë dhe unë atë që po shikoj dje, sepse duke pritur nga që mbas top arenës nuk na sa dhe gjumi me ata. Se jemi bër. Po prisja të fillonte pjesa e dytë dhe prit, më zuri gjumi në sallon. Filloi një vështirësi tjetër. Mos gaboj në 1:50 ka filluar, 1:55. Më kënaqi dhe Ylli, drejtori Ylli, që me ato kuriozitetet aty më kënaqi. Fare më zuri gjumi me zërin e Yllit dje. Po më zuri mirë. Atje nuk doja të zgjohesh në mëngjes. Po tani. Dilte Ylli para syve. Nuk bashkoheshe me vojtet e Yllit.
që 4 orë aty. Po çati bëu ai vuaj unë. Dgjoj, ta dish vetëm se unë isha nëse ka shtrirë. një gjë të tmerrshme për komentatorin është kur zgjatet kjo ndeshje kështu. Sidomos kur janë ato orare. Mua ka ndodhur Libertadores. Mua ka ndodhur Libertadores, kam thënë përgjithë sepse Libertadores jo për të lashë tjera për grindje, sepse kur thot ai pastaj që do presë gjysmore tjetër. Jo, po unë po mendoja më të keqen ndjeqin, nëse vazhdonte dhe anullohet, si do zgjidhej, si do bëhej pjesa e dytë. Pjesa e dytë do luajë një ditë më vonë. Unë më Jo të kujtuar prish diçka. komplet. Po, Më kujtuar diçka, një kuriozitet për ta konsumuar, don o konsumuar me Lorencin me këtë tjetër. Ali Reza Fagani, iraniani i famshëm, ka kaluar për Australinë, ka drejtuar edhe ligën indoneziane, tani është në A-League. Ka një ca vite po. Don, e mban më para 4 vjetësh e psoi për 11 metërshin Uruguay Portugali, 11 metërshin e dytë. Por si, vetëm fush nuk e pa që ishte, don, nuk e konsideroi si që nuk ishte 11 metërsh, sepse topi lojtari ishte në rënje dhe i ran dorë. E thrasin në varr. Dhe i thon ata ndihmësit e tij, thon, "A e shikoje se është 11 metërsh?" Ky kundërshtoi, në fund e bindën ata dhe akordon 11 metër. Të nesër me pull poste e kthejnë në shtëpi. Çfarë ndodhi pas 4 vjetësh? Këtu ishte 11 metërsh, ne e pam gjithë ndaj Mbappés. Edhe se dha as me. Nuk e dha pra. Nuk e dha, po pse? Sepse do bie dhe jam besnik i ideve të mia. Jo, shiko, unë më morëm çaf shokët nga jetë atë publicitet. Uja e mbylla, me që japi Elkedit t'ja jap dhe përgjigje. Gjykimi ka qenë nivel shumë të lartë. Unë e vlerësova, jo, po këtë me që the Faganin, se ky është nga arbitrat më me eksperiencë. Unë e vlerësova maksimalisht atë që nuk dha 11 metër që për Mbappén, po për mua ishte me gjithë. Edhe gjithë kam vlerësuar që ishte Lorenz. Ai është 11 metësh, 50. Edhe dje nuk u dha 11 metësh prapë. 50 ja ta mbaroj këtë. Dhe ky, por nivelin e arbitrimit. Kontakti është e gjuri. Edhe një nivelin e arbitrimit që ky kishte deri në atë minutë, duke lejuar lojën që u bë spektakël, ai që ndron asaj deri në nivel gjykimi nuk kam qenë dakord. Momenti për të shkuar në publicitet. Shumë shkurt që të shkojmë në publicitet. I ndeshjes Argentina-Austrim ka lënë shumë për të shoh. Ai u mundua të ishte linear dhe koherent. Por e mbajti ndeshjen, aty kishte kartona pa fund. Pas pak Livia do na flasë për një magjistar që do bëj një çudi me Harry Kane sot për ndeshjen me Ghana. Rikthehemi në pjesën e dytë të Paso Mondial me Lorencin, Alketin dhe Livian dhe Livia ka një informacion të rëndësishëm. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbrojt gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë Bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndro i sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju. Tani Jepi tani, çfarë është ky magjistari që do bëj namin sot? Me lajmet sot pak kështu. Tani ne kemi një magjistar nga Ghana, duke qenë se Anglia do lozi me Ghanën. Ka thënë unë do bëj një makumba vetëm për ta ndaluar Harry Kane, jo për ta dëmtuar shumë rënd. Që mos bëj gol. Që mos të na mundi, si më thënë. Edhe jo se do e dëmtoj shumë, po aq sa duhet për mos me na. Ti ke dëgjuar për magjin Makumba, ke dëgjuar domethënë? Po ja ka dëgjuar, ja ka bërë dhe Cristiano Ronaldo në 2014 dhe e zuri tendinite. Po. Tendinite. Po ja ta mbaroj Livia. Dhe zuri tendinite, kështu tani do e dëmtoj me sa informacion ke ti? Po thash pak. Me sa informacion ke ti? Mendon që magjit ekzistojnë? Pra mund të arrijë ta realizojë ai apo jo? Unë që kur kam marrë në Shqipëri, kam dëgju për magjisë s'e dëgju kur një teme, kam filluar me besu deri diku. Alket si thotë. Nga herë duhet të dalin. Janë ato rritet vudu do kanë për çuditëra. Ata Nigeria është vendi 6 në planet për popullsi, po aty në Nigeri janë edhe kanë të ndaluar, don ka vende në Afrikë që i kanë shumë. Prit tani. Ja të themi vetëm kalendarin. Portugali, Uzbekistan në orën 7, Angli, Ghana në orën 10, në orën 22 pra. Pastaj do të jetë në mëngjes Panama, Kroaci ora 1 dhe Kolumbi, Kongo ora 4. Këto janë ndeshjet e dyta të fundit. Pastaj nesër fillojnë përpara se të shkojë ndeshjet, më kujtua tani, domthonë sepse nga që jemi plot me këto, domthonë kemi parë kaq shumë, për mua është botori 13, po botori i fundit, në momentet kur fitoi Argentina, domthonë përsëri Argentinanësit nuk ishin të ngopur, por e kishin një kukull të Mbappés duke ngulur shtiza. E kishin marrë botororin, kishin mbaruar punë, por prapë vazhdojnë të ngulin shtiza, ishte një kukull që ishte miniaturë, ishte Mbappé, don aq mblef kanë Argentina, imagjino. I bëre 13 botror ti. Po, e kam ndjekur 78. Po gëzimi 15.
E ka thënë 15. Gëzimi filloi në 70-ën. 70-ën kishte Nuk e filluar. dia që kishte kaq shumë diferencë, më çojeni 70-ën komplimentet, kishte është i filluar. mbajtur duke mumi më vjetër se Gëzimi, mbahet mirë. 60 vjeç është. Kur i merrni kështu ngjirin tuaj rinoni. Livia. Sot jam zgjuar me vërtet me këto lajme paranormale, edhe një lajm na vjen nga Brazili, nga një fallxore mund ta quajmë një sensitiva që parashikon të ardhmen. Ka thënë që me datë 24 qershor do zbresin alienët në Miami dhe pikërisht në atë orë luan Brazili kundër Skocisë dhe do marrin alieni 700 persona. Nga ato persona do marrin dhe Vinicius dhe Neymari. Apo pse edhe Neymari mund të ketë diçka të vërtetë, nuk i di. Po, tani- Shoj Miami syt nga qielli tani të gjithë. Kjo fallxora ka 24 miliona followers, ndjekës. Po. Imagjino se ç'po. Kështu që shohim edhe na vinë alienët në Miami. Alket sot ç'a ndodh Portugali Sot Uzbekistan. Portugalia do ta fitojë tashin. Unë Fiton. besoj që sot sepse Ronaldo shënon Ronaldo. Po, besoj që po. I ka Ka një leqendisur, ka i ka një shkatruar bas lexoj sot, shpesh vendosin bas anglezët, bas të çuditshme, vendosim shumë si sot Ronaldo bën gol. Ja, dje kam parë për shembull, dje kishin pas nga faklumët që kishin Shënon gol kapur me penalti. Lorenzi bën guxon. Shifra të jashtëzakonshme që kanë përfituar dje, don kishin njerëz. Jo, kisha fjalën të këto baste të çuditshme. Po pra, po të ta them një bas të çuditshëm. Cili ishte? Pa një. Që kishte vënë shifër shumë të lartë, 1000, 10.000, më duket për fituar 1 milion për kush ishte basti? 1.300.000. Basti ishte shnon 2 gola Messi, e kapi minutën 95. Po. Edhe ai gol sikur nuk donte të hynte 4 përpjekje bërë Po. aty edhe 4 lojtarë ishin nga afërvijës. Ishte kaq ishte basti apo Shnon kishte 2 diçka gola tjetër? Mbappé, ky ishte Messi ishte ishin lidhur bashkë. 3.5 dhe Ishin lidhur tjetra bashkë. edhe 2 gola Erling Haaland. I ka kapur të tre këto. Mirë, nuk më duket basti i çuditshëm. Njëri koeficient 7, tjetri koeficient 6, shumëzohet dili bashkë. Është basi vështirë, okay, po nuk është i çuditshëm. Nuk është i çuditshëm është kjo që thotë Lorenzi. Sot Ronaldo shënon me penalti. Është më Po i ke këto, bashkë shnon me këmbën e majt, shnon me djathtë, shnon me çdo pjesë trupit. Po mirë. Si thajt ai filmi Livia duhet ta sjellë çdo ditë një bas çuditshëm. Çfarë ndodh në Itali në Shqipëri s'lejon? Shifi Cristiano aty. nuk është Shqipëri shumë nuk lejon. S'lejon. Kush Cristiano janë nuk është të lezetshme në nuk është shumë i fiksuar tek numrat. Ose në Tani Angli. Cristiano do që të shkojë larg, mundësisht ta fitojë, por për mua nuk ka për të ndodhur sepse ai është basti i po e sulmojnë gjithë. Por nuk është Ai po shënoi sot, Jo, më qetësohet. nuk është Si punë Lamine Nuk është Yamal. Cristiano në presion sot. Sot kjo presion ata janë Joao Neves, Vitinha, janë gjitha lojtarët e tjerë. O Alket, unë kam sepse i ka thënë Joao Neves dhe Vitinhës, sepse janë eksplozuar keqas. Ju nuk keni luajtur kurrë në këtë mënyrë, mos jepni pasim vertikal, mos pasoni, mos furnizoni. Foli edhe Georgina për këtë pjesë, u bë ky brezi i ri tha. Po nuk është vetëm për këtë, por i ka ndërqendisur, i ka shkatruar shtypi portugez të gjithë këta ato dhe mbi gjithë është Bruno. Bruno, më fal se mbarova. Bruno Fernandes është përsëritës. Po çka kemi Bruno bërë gjithë kampionat. Ishte më i miri kampionat me Manchester United. Nëse ke parë Bruno e ka bërë dhe te Manchester United. Dhe ka dhënë intervistë dhe Bruno ka bërë atë që nuk e ka bërë njëri dhe me Messi nuk e bën. Manchester nuk arrinte Champions League këtë vit. Jo, 2 vjet përballë portierit, 2 vjet përballë portierit. Bruno Fernandes nuk ja jep Cristiano Ronaldo dhe nxjerr topin jashtë. Cristiano ishte vetëm. A guxon njëri t'ja bëj Messi? Lorenz, çfarë kishe për të thënë? Jepet të lajm, bombastik. Nga që s'po shënon Ronaldo është shumë e mërzitur e Georgina. Po kjo është tani Si kjo, nuk mund t'i kesh gjithë jetën, nuk mund t'i kesh gjithë Si mund të jetën. mërzitet Georgina, më? Georgina Tani është një ndër japi penalti sot, po ti isha unë arbitër, pse? Nga nuk besoj Basti se çuditshëm për Lorenzin është Ronaldo shënon me penalti. Po për ndeshjen anglike. Më kujtuan penalti, fakt të them penalti, të them për penalti që ka një kuriozitet. Penaltia që humbi dje Messi ishte e treta në botror, pa 7. Ka humbur 3 botror nga një penalti. Dhe të paktën këtu është më mirë Cristiano. Messi ka realizuar 116 129, më fal ta mbaroj, ndërsa Cristiano ka 182 të shnuar në 215. Pra, të dy kanë shnuar, të dy kanë humbur nga 33 penalti, Shef statistika, dëgjoj. Të dy kanë humbur, ja ta them, të dy kanë humbur nga 33, por Cristiano ka 66 penalti më shumë të gjuar dhe të shnuar më tepër se Messi. Sot parashikon që Anglia do bëjë ndryshime Alket. Dëgjoj, fokusova. Alket. Nuk ti mendon që Tuchel sot do bëjë ndryshime në formacion apo do luajë me të njëjtin ekip që mundi Kroacin ndeshjen e parë? Tucheli i pjesës parë, me Tucheli në pjesës dytë janë dy gjëra të ndryshme. Tucheli është sjellësi i Gjermani vërtet, nuk ka pyetur fare për mediat as gazetarët e gjithë dhe i ka shkatruar aty dhomat e zhveshjes, i ka folur kaq shumë domon. Ne nuk jemi anglezët. Ne nuk mund të luajmë këtë mënyrë. Un kam ardhur dhe që ditën e parë ka vënë këmbët në konferencë për shtyp ka thënë titullin. Nuk më intereson mua këto finalet e humbura. A do ndryshoj sot apo jo? Këtë më thuaj. Si mendon? Skuadra po luan shumë mirë. Se Saka do jetë prapë stol sot mendon?
Po Saka nuk ka luajtur mirë edhe pjesën e fundit të sezonit me Arsenalin. Arsenali ishte duke humbur titullin për pak. Pse duhet ta ndryshoj? Ti thua nuk preket formacioni. Anglia është dinamike, Anglia pjesës së dytë është Angli shumë e mirë. Megjithëse duhet ta marrë me rezerva, sepse Kroacia Unë them që sot Saka do luajë formacion. Nuk është shumë me ato që lexoj dhe me ato që pasha ditë. Nuk duket si etalon i madh. Ka një gjë që mirë se tani ky është diskutimi se pjesa tjetër mund të ingranojë. Anglia është për tu pas frikë kur luan në këtë mënyrë. Don Anglia që bën të dyja fazat. Anglia që luan duke spekuluar, duke luajtur mirë në mbrojtje, ti kapën kundër shumëse si ka elemente dhe Anglia që imponon vetë lojën kundërshtarit, se ka gjithë opsionet. Sot do shikosh Top Arenën patjetër se unë do vesh bluzën e Anglisë sot, se kam bler. Dhe do ta shikosh dhe do marr telefon. Po s'më more. Okej. Rregull. Livia si del Anglia. Portugalia një, hajde fillojmë me ty, se jemi minutën e fundit. Portugalia, Uzbekistan besoj se Portugalia do marrë një fitore, do çojë një fitore në shtëpi. Po, pastaj nuk do parashikoj Cristiano. Jo, nuk do parashikoj, se jam Anglia me Ganën. Anglia për tirat s'po të pyes pastaj. Anglia do fitojë. Fiton Anglia. Alket ti si mendon? Besoj që fitojnë të dyja. Portugalia fiton me gola diferencë. Portugalia me gola diferencë. Do të them që fiton Anglia. Fiton Anglia? Jo kështu me diferencë, domethënë do fitoj, po se Gana është ekip i fortë. Kush është ekipi afrikan më i fortë i botrorit sipas mendimit tonë Alket? Po Maroku është për mua. Më i fortë. Luan dhe futbollin më domethënë mirë bëjmë kështu, rendit 3 më të fortat. Marok 1. Po Marok, un kisha edhe Senegalin, Senegali më ka zgënjur, Senegali eliminohet, nëse sfiton me 3 gole, do të paktën mos e rregulloj golavrazhin. Pra lëm Senegalin e dyta. Atëherë Bregu i Fildish. Bregu i Fildish e dyta dhe treta. Nga këto skuadrat e tjera Egjipti. Gana s'po i vjen mendje, shef? Jo, Gana nuk është. Gana nuk është në atë nivel. Gana nuk është. Ka hequr dhe trajnerin. Hoqi trajnerin dhe mori trajner të ndryshëm. Kemi dhe Kongo si duket. Shiko, ndryshimi i trajnerit jo domosdoshmëri sjell për mirë. Mori Tunizia Hervé Renard, dhe shikoni sa është dobësuar Arabia Saudite, që Gjorgjes Dunis është trajner shumë i vlerësuar, por nuk ka pasur kohë dhe sauditët janë lodhur shumë nga i kampionati, se kampionati saudit mbaroi shumë vonë. Edhe po ta shikoj gjithë lojtarët atje, domthon pavarësisht se kanë 49 lojtarë, është ndryshe nga MLS-ja, edhe janë të lodhur. Arabia Saudite domthon, por mua skuadrat që më kanë zgënjur janë këto që kanë praktikuar të futbollin me pasime. Ekuadori, zgënjimi i madh pas 19 ndeshjesh pa humbje. Uruguay rrezikon të eliminohet, por nëse Uruguay do të kualifikohet, duhet mund Spanjën. Edhe shpresojmë të mos ndodhet, sepse ndryshe do ikte o Spanja o Argentina, do përplaseshin e dyta. Ajo pastaj do ishte ndeshje. Falenderojmë Lorenzo Eminin, Alket Xhebren dhe Livia Brungën dhe me Paso Mondial shifemi përsëri dhe dëgjohemi nesër në orën 14. Paso Mondial në Top Albania Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte, e gjen Tetana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjen Tetana. Produkte kozmetike, sigurisht Tetana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë, e gjen Tetana. Tetana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere. Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasion.